Përshëndetje miq, këtu kam sjell bukë thekre të përgatitur vetëm me i lu kafeje ma ja bire të thatë. Doli vërtet fantastike. Buka e thekrës nuk është se del shumë e lartë, del e ngjeshur, por aman mund ta ruajmë për 3-4 ditë dhe nuk thahet, megjithmonë që ja vlen dhe është super e shëndetshme. Me pak fjalë po li recetën. Në një tas 350 gram ujë në temperaturë dhome, një lu kafe maja bire të thatë, tu kemi 300 gram brum të thartuar të aktivizuar, e përziejmë bashkë me ujë dhe me majan, mirë. Ky është mielli integral që kam bler tek Eurospin. Hedhim të gjithë mielin. Shtojmë 25 gram krip, e përziejmë mirë. E përpunojmë mirë brumin mirë me duar, e vendosim në një tas. Unë këtu e lash për 3-4 orë, shkova në punë, zura mazdite dhe në darkët, ky është rezultati. Pas përkatur fare, i japim disa palosje, e vendosim në një tas të veshur me një picet guzhine, të spërkatur me miell, e spërkata me miell semola di grano duro, dhe e fusim frigorifer, e lejmë për gjithë natën, ose në temperaturë dhome. Unë e futa në frigorifer, mbas si nxora nga frigoriferi në mëngjes, ky është rezultati. I bëjmë një prerje me brisk, ja kështu, direkt në tenxhere të paranxehur, tenxhere gize, e vendosim në tenxhere, pa u djegur, disa kubik akull, e mbuloj me kapak, e vendosim në furrë për 30 minuta me 230 gradë. I heqim kapakun, vazhdojmë pjekjen për 20 minuta të tjera, 20-25 minuta, shikoni me sy pa kapak, dhe ky është rezultati. Gjithsej 50-55 minuta, por shikojni edhe me sy. Varet edhe nga soba që keni. Kjo është buka, nuk është se ka sy shumë, po është shumë e shëndetshme, sidomos sot në drekë isha akoma më e mirë. Ju përshëndes. Ciao.